Ashtu që kem lajmëru temën e sonqit insha Allahu Taala, apo shenja e madhe e radhës që autori i librit e ka përmend është zbritja e Isait alayhis salam. Por se në dersin e fundit e kem lënë, kur kem fol për Dejjalin, e kem dalë tek pjesa e kem lënë që më ndërlidh me temën shkatrimi apo vrasja e Dejjalit. Thot autori i librit, do të jetë vrasja e Dejjalit. Dejjalin do ta vret Isa alayhis salam. E vret Isa alayhis salam, ashtu që është transmetuar në hadithe të vërteta, se Dejjali kur shfaqet në tokë, që kem përmend, ai ka me shkel gjithë globin, përveç se kem thonë në 4 vende s'mundet me hy, kem thonë nuk mundet me hy në Medinë, s'mundet me hy në Mekë, nuk mundet me hy në Mesjidul Aqsa edhe Mesjidit Tur. Atëherë thot, Dejjali kur vjen edhe shtohen pasuesit e tij, shtohen të fitin janë tokë për mes tij dhe pasuesve të tij, atëherë mbesin thot veç një grup i vogël i besimtarëve, të cilët thot janë mbledh krejt bashkë me Imam Mehdiun në Mesjidul Aqsa. Janë mbledh bashkë, ata pak musliman sa kanë mbet, me Imam Mehdiun në Mesjidul Aqsa, në Quds, në Qudsin e okupum, në Qudsin e shkelur, në Quds ku derë dhe gjaku sot, po na e kem wa'd min Allah, premtim pej Zotit, edhe ky lajm, kjo temë, këto hadithe, këto janë krejt si hariqe dhe të regojnë se me emrin Allah subhanahu wa ta'ala, pa marë parasysh gjendjen që gjindet këtë si sot atje, aty do t'jetë vendi maj sigurt kur t'vjen Imam Mehdia kur zbret Isa alayhis salam. Dhe ju e dini shumë mirë në hadithet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ku thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur t'janë lisin mu shtu fitnet, aleikum bisham, shkonin Sham, se Shami do t'jetë vendi ku muslimanët kanë me pas rahatin to. E një pej vendeve të Shamit është edhe Qudsi Sherifi. Atëherë thot, hin muslimanët me fal namazin e sabahut, ndërsa Dejjali ka ardhë me 70.000 ushtar, o është afru portës të madhe të Qudsit, xhamisë Qudsit. Muslimanët janë mshel në brenda, po dojnë me falë, thot, namazin e sabahut. Të e falë namazin e sabahut, thot, Allah subhanahu wa ta'ala bën me zbrit Isaja i biri Mërjemës. Ka në hadithet vërteta, tash kemë me ndëgju këtë hadithet kur tim të Isa alayhis salam, thot, zbret i kish vendos dy durt e ti në krahët e dy melezhve, zbret thot flokët e ti i pikojshin si njeriu kur del prej banjës që ka bo tush, kur ullë ke thot kryt, i pikojshin thot flokët e ti, ndërsa kur e ngritte, thot i shkelqejshin si kurse që shkelqejnë ato ruzat e kipa, nuset që qesi po du me parafru perla në Shqip pe i thajshin, po ne po du me parafru nuset e kipa, ato ruzat e bardha që shkelqejnë, thot ashtu flokët i shkelqejnë kuj? Isa alayhis salam, thot troket nderën e Qudsit, muslimanët kujtojnë së dikush, po kur e shohin, thot e njohin se është Isa alayhis salam. Pse e njohin? Sa ata muslimanët që kanë mbet, i kanë ndëgju këto hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për shkrimin e tij që na inshallah tash edhe pak kena me hin për shkrimin e Isa sot hin Isa alayhis salam, kur hin aty mbrenda, Imam Mehdiu ka dalë në mihrab u zhdoi kameti. I sabahut, Imam Mehdiu don mu tërhek. Don mu tërhek me alshu vendin. I thot jo, thot, re aty, e falin sot sabahun, mbas sabahut, thot se kryn namazën e sabahut, Dejjali veç ka mbri me 70.000 ushtarë.
Atëherë thot Isa alayhis salam i thot hapeni portat e dyrëve të xhamisë, do thot del kur del thot kur është Dejjalli ja nis me ik me ushtrinë e tij. Isa alayhis salam thot mos ik thot, se unë po të godit ti nuk do të shkatrohesh apo. Ik thot edhe e nxente dera e quajtur Lud, babu Luddin. Aty thot edhe e godet, thot kur e godet nis thot mo shkri sikur se shkrihet thot çka? Kri pan ujë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kështu ndodh shkatrimi kuj? I Dejjallit. Kjo do të thonë shkatrimi i Dejjallit sa më ndërlidh. Tash po dojmë u kthy te tema jon te Isa alayhis salam që kom qef pak me pas vëmendje, edhe pse këtu nuk po kërkoj pi u më vonë, po më mundu me mbajt mend si tregim o dashurit e mi, edhe me ngjall në sunnet mirë të pleqve tanë. Pleqë tanë të mirë, për para nipave ju kanë folë për pejgamber, dhe që ata zotën e ki pa këtë fëmija i kanë emnat, kër ishe, sa fëmi, 5, emnin Muhammed, Musa, Isa, Saleh, Idriz, Jusuf, këtë emnat pejgamberve. E mirë të dashurit e mi mësu këto të regime që mi janë njësa jam son Pokemonin fëmis, janë njësi ka zëtë është një pejgamber për pejgamberve të Allah të ka emnin Isa, ja bënd dashur me dasht Isa a.s. Pse pe thom Isan, se tash ke me kuptu për hadithë dhe pejgamber s.a.s. thot kur zbret aj kur e sheni shkanit aj, afrajun e ati. Wallahu ta'ala alem, do shta edhe na e shojmë, se na nuk dim kur zbret Isa a.s. Ama me këtë punë me janë njësë me mësu fëmit tanë, se është një pejgamber i Zotit, që është gjallë, nuk ka vdek, që Zotit e ka ngrit, ka me zbrit, e nëse zbret e mbrinja të zemën, bëhën e ushtartë e Isës a.s. Bëhën e ushtartë Isës, e ka me pas kundërshtartë e Isës a.s. e kundërshtartë Imam Mehdiut e kështu më radhë. Para se me hi me folë për zbritjen e Isës a.s. si do të zbret Isa a.s. formën e zbritjes, pa tjetër autori i librit thotë duhet me folë diçka për me përmend cilësive të tij, dukjen e tij, fizikusin e tij, çu është duk, si duket Isa alayhis salam. Sipas transmetimeve të ndryshme, ai thot mas sporti është një burr, domethënë, çu sa tham është njeri, apo thon, nuk është domethënë iluzion, nuk është iluzion, nuk është fantazm, jo, njeri sikurse na, njeri i lindur jetën prej Merjemes të pastërt, edhe vetë lindja e Isës a.s. o mugjizën veti. Tek po disa e diskutohet, pa çu lind Isa, po Ademi a.s. është mugjizë dhe mashën, se Isa bile me ka nonën, Ademi a.s. as nonas, as bab. Po na e besojmë atë çka e ka pohu Kur'ani dhe sunneti i pastër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thonë amanna billah. Kena besu Allahut, i kem besu librit Allahut dhe i besojmë sunnetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Isa alayhis salam është një burr me trup të madh, trup mesatar, trup mesatar. As i gjatë, as i shkurt, do thot mesatar në gjatësi. I kuq, fytyra ajo likura e tij është e kuqe, po te arab kur thuhet fjala i kuq, nën kupton një njeri i cili do të thonë e bardha ja mund zezën e tij është shumë më i bardha, kupton? I thojnë i kuq. Kështu e përmend autori i librit. Do të thonë është ngjyrë kuq, nuk ka i zi. Me trup të mbledhur thot e me krahëror gjor, krahti kot gjan. Me flok thot gjata e të shtrira, drejta që thojmë na. Ndërsa flokët, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, janë mbulojnë shpatullat e tij. Mbas i ka të mbuluar, do të thonë flok të shpeshta, po drejta e gjata, që janë mbulojnë shpatullat, do të thonë deri në shpatulla i ka flokët e gjata Isa alayhi salam. Thot me flokët e gjata të shtrira, sikur se kishte dal prej, do të thot kishte dal nga një banjë me avull të krehur mirë, që i mbushin thot dy supet. Çto janë përshkru, që kjo përshkrimi i Isës alayhis salam. Tash na kemë i përmend inshallah taala hadithet një nga njëse në hadithet diku përmend thot ajo është domethënë flokët e tij janë gjata drejta, është i kuq. Në hadithin tjetër ka thonë është krahxhër, tash na i përmendim që të gjitha inshallah taala. Thot për transmetime që kanë transmetuar shejkhani, kur thotë shejkhan është për qëllim
Kush e din? Kur thuhet rawa shaykhani, a keni ndi ndonjëherë ndoshta në ders, kur transmetojnë shejkhan, dy shejkhat, po thon tash për kthej. S'po du me fol më shumë se Imam Buhariu edhe Muslimi. Imam Buhariu edhe Muslimi rahmetullahi alejhima. Thot ka anë transmetime që transmetojnë Imam Buhariu dhe Muslimi në koleksionat e tyre nga Ebu Hurajra radhiyallahu anhu. Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, natën thot kur kom kalu në Isra, ju e dini ndodhinë e Isras dhe Mi'rajit. Një ndodhive të mëdha që e përmend edhe kush? Kurani vet kaptina Isra e ka marrë emrin për kësaj ndodhije. Kur isha thot në Isra, Israja është çka? Talatat e poshtë. Mi'raj çka? Mi'raj është Tanal. Israja prej Mekës në Quds Mesjidul Aqsa. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, derisa thot unë isha në Isra, po këtu përmend Isra se pse e bona ashtu se unë disha se shumica keni më thon o Mi'raj. Po, sahih o Mi'raj pika Tanal po dhe Isra i thon edhe sa Tanal davdo. Se çvet hadithi thash pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ku e ka taku Isa alayhis salam kush e din? Ha? Në cilë qelë? Vesh bingo jo. Gjysa e di, sa me thonë zdi. Nështë e din, e qonë dorën, në qelin e bingo. Hajde bingo tjetër. Qelin e 4, bingo. Qelin e 2, ja qelaj mua, ja qelaj, sa Hasani o Hyseni, ja vëdon. Në qelin e 2, e takon pejgamberi sallallahu Isa alayhis salam. Edhe kur e ka taku Isa alayhis salam, në këtë hadith e përmendën një pejgamber tjetër thot. Kur unë isha në Isra thot e takova Musa alayhis salam, thot fana'atahu, ja përshkrujti cilësi thot Musa alayhis salam çu duket e krejt, pastaj thot e përmendi Isa thot e Buhari radhiyallahu anhu, nisi me përshkruaj cilësitë e Isa alayhis salam ku tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai Isa alayhis salam do thot është ka është i kuq. I kuq. Flokt e ti tha, jo tha si me dal prej Dimasit. Dimas, thot autori i librit, yani El Hammam, si me dal prej një banjo që është me avull. Se njeri avull, e këpan avull me bo me ndet, njeri laget. E për atë që ta ka arë përshkrimi i flokëve, ti do më thonë, jo si njerë kur ka dal prej banjos, ama këtu përmend Dimas, do më thonë fjala Dimas, o për qëllim një banjo me avull. Pastaj, që tash Imam Buhariu vjen transmetimin tjetër që ndodh pe Imam Muslimit hadithin e Ibn Abbasit, thot radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aytu Isa, tash po jep shpjegim më shumë. Po thot ra'aytu Isa, Musa, Ibrahim, tash përshton edhe Ibrahimin. Amma Isa, e sa i përket thot Isa alayhis salam, ishte thot i kuq, që shtam i kuq në lëkurën e ti, sikur se të kishte dal nga një banje thot me avull, o përmend, pastaj tha, në hadithi tjetër, i kuq, me trup të madh, të mbledhur, dhe me krahëror, thot gjërë. Hadithi tjetër që i përmendet në koleksionin e Muslimit, hadithi e Abu Hurajrës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përshkruan thot, e saj përket thot Isës, e po shtot tu fal, qelin e dytë e ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tu fal. Isa alayhis salam, tash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shisho, po përshkruan sahabeve që çdo Isa, po tash po do më ofru një shembull kush i përngjason, tha njeriu që i përngjason më shumë ti. Isa alayhis salam është kush? Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, që sahabët e kanë njoft, ka qenë Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi ka qenë i njohur të sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, njeriu që më shumë ti ngjasonte Isa alayhis salam është Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. Këto do të thotë ishin cilësitë e Isës alayhis salam. Vim tek forma e zbritjes. Si ka zbrit Isa alayhis salam. Thot autori librit Bada Khurujit Dajjal, pas daljes së Dajjalit, wa ifsaduhu fil ard, dhe fesadin që Dajjali e bën në tokë, Allahu thot e dërgon dhe e zbret në tokë
Isajnë e Isan të birin e Mërjemës. E zbret thot, e aj zbret të kush? Tek Menaratul Bejda, tek minarja e bardh në lindjet Damaskut. Sot e kësaj dite ekziston kjo minare, ta kryha ditë të tani kom di thonë disa fjallë për to, sa e kom pa me sytë mi këtë minare. Tek minarja e bardh thot në lindjet Damaskut në Sham, i veshur thot me 2 roba, të lyra me shafran të kuq. Duart i ka vendosur thot në 2 krahërorët e 2 melekve, kur ullë thot kokën, uji i pikon për i flokëve ti. Ndërsa kur e ngrit kokën, thot rrekulliset rreth ti si kurse kokërza perlash e kuptuam rruzat ato zdi i ngjit, po kujtu. Pejoski i thojnë i gjita, i vato kur të martohen, Allah i bof nasibi me djeve 3 u martu, qita kur është të gjamia amin. Ato grave kur të martohet, ja blen i gjita, ato ruzat e bardha, e ko të shtrejta, ato tërle jon. Edhe ato kanë një shkelqem, shkelqejnë, të bukra. Thot zbret, thot Isa a.s. Menaratul Bejda, vallaj dashurit e mi, unë kur kam qenë në vitin 2006 në Damask me mësu gjuhën arabe, pa ta shku me hoxhen Gazmir Saharën edhe hoxhen Krashnik Pajaziti, ishim bashkë në Damask, edhe u përmendon haditha, edhe thamë përshkojmë me këshyrë. Këtë studentë dhe valla mos shkoni se ati pse? Se aty subhanallah kur është Menaratul Bejda, subhanallah kur hin hymje, në unë në majtë është menarja që shë përmend, që shka po ashtu në hadith, në unë në djathë është do më thonë një kish për i kishave. Në hadith e unë përmend, sa aty jetojnë kush të krishtert. Pse bashkë të krishtert me zbrit? Pse se zgjidhe Allah me thonë me zbrit i qabe të musliman? Anë Medinet pejgamberi s.a.s. Anë Kuds zbret mu thot në mesin të Menaratul Bejda. Në hadith o përmend, kur zbret Isa a.s. Qa ka me veti? Thot, nonën e djathë të ka kryqin, ndorën e djathë në majtë e ka derin, e thënë kryqin edhe e mbyt derin me kazu se këto 2 s'kan të bëjmë me mu. Edhe atëhere krejt ata krishterë që ajon atë, i besojnë edhe bonë musliman edhe thoi shahadetin, subhanallah, e thoi shahadetin, jo me thonë eshhedu en la ilahe illallah, po thonë eshhedu en la ilahe illallah, wa anna Muhammeden Rasulullah, se Isa a.s. kur të vjen gjykon me shariatin e Muhammedit s.a.s. Po është përben, thoi se ata e pranojnë mas parti e Isa a.s. si pejgamber, pastaj edhe Muhammedit s.a.s. si pejgamber të fundit, që ata edhe nështë ka pas rasi me pa edhe preferohet, ka plot për ulema thoi që kur i krishter donë mu bo musliman, duhet me kërku dhe pejti që kur të thot dëshmin, dëshmoj dhe deklaroj se nuk meriton të adhurot askush me të drejtë përveç Allahut, dhe se Muhammedi është i dërguar e ti. Pastaj dhe se Isa i biri i Mërjemës është pejgamber i Zotit. Pse se krishterët çka besoj për Isën? Besoj se ai është vetë Zoti apo i biri i Zotit apo shpirti i shejt. Do të thonë zbret Menaratul Bejda. Kur zbret thot Isa në Menaratul Bejda, në lindjet e Damaskut, gjindet Menarja Bejda, atëherë do më thonë Isa a.s. merr rrugtimin e ti me njerëz që mbledhen edhe të bohet me ata njerëz të vetë shkon afrohet ku në Kuds. Prej aty hit niset Kuds. Në Kuds kur shkon atje, e përmendem që shka artat edhe përmendet hadithi, thot fejenzilu waktu iqametis sala, zbretën kohën e ikametit, namazit. Thot, e atyre është t'ja u fal, prisi ju, i thot pejgamberi s.a.s. që është prej juve. Pi fol, kuj pi fol? Sahabeve, pi fol, po thot që është prej juve, edhe këto u demat kanë zirë, thot se kër ju ka fol, në mesin e të sahabeve ka pas prej kuj? Prej kurejshve. Kështu i kanë nxirë ato, mësime po na nuk po dojmë mundalë, se me janis mundalën këto, shkën të stërzgjat, shumë. Pastaj thot, kale Ibn Kathir. Që shka thot Ibn Kathiri?
هذا هو الأشهر في موضع نزوله أنه على منارة البيضاء. Thot, kjo është bendimi më i vërtet i zbritjes edhe më i njohur se ai do të zbret tek Manaratul Bayda. Ama na dojmë ju mbajt tash të dikush thotë, pse a ka dhe dika tjetëra? Na, a di pse s'dojmë i përmend hadithe tjera, se dojmë ju përmbajt rregullës të librit që ka shkruar. Se çfarë thot autori në fillim mukaddimen hyrje të librit, thotë unë kam përmend se kjo vlera e këtij libri o shumë i madh. Çfarë tash po duhet të shfrytëzo bleni këtë libër, është gjuhën shqipe, shenjat e kiametit. Se pi veçurive të këtij libri dashurit e mi, o mas parti është punim shkencor. E para, që ja shton vlerën librit. Libri dallon libri pe libri. Më kon një libër që e ka shkruar një autor i caktuar, ka vlerë, se mundet më kon autori dietar i madh këtë mirë. Po ku çat libër e marrin edhe bëhet në magjistraturë dhe doktoraturë, atëra i ka një proces më ndryshe, se ka një kontroll pi 3 personave ditur të thirrur, që është një mentor që kontakton non-stop me studentin, jon 2 munakisha që e thojnë që tu kishtu, këtu ki gabu, që kjo s'ban, kjo kështu. E ky libër, veçoria e këtij librit është se ky libër, domethënë, e ka çka? E ka atë veçorinë e saj se është libër i punum edhe i mbikëqyrum për njerëzve të thirum, njerëz adekuat, që na në zemanin tonë kena shumë nevojë me e marrë dijen për njerëzve që jo të thirum. Libri quhet Shenjat e Kiametit, Yusuf al-Wabil, shkani të Muadhi, reklam pak i bëj Muadhit atje. Shkan të Muadhi, i thush Muadh, s'ka i merr ai. Tash ai si të shkan me shku 5 vjet, ai 50 kam i marr. Me emrin e Zotit. Shkani e bleni, kush s'ka parë, beshart që e lexon unë ja blej. Ama pi fletës parë deri në fundit. Gjys fletë me lun halal, ja lypi domethënë hakin tem nesër për Allah. Për ndryshe s'ka parë vjen të hoxha unë ja jepi. Zi sa bën tash mos të çmimi se neve hoxhallarve kur na japin librat herë na falin herë na japin malir. E kështu që mos të dëmtoj Muadhin, po shkoni te Muadhi. E thosh, Muadh, du librin Shenjat e Kiametit, e me marr, ti pen dëgjon këto, po me marr edhe me lexu. Pse jo? Pse mos me marr për shembull? Unë po flas për shembull, po të ka plot mirë për shembull nektari i vulosur i xhennetit. Për jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Çka bën ti në shtëpi tash i dashurëm? Çka bën kur shkon mbas jacis? Kur s'ka ders? Ti ja ki me shku të ensari me pi kafe, shkon, se ati ose vop, se ja lën dinarin ati, a mos e pesa të ensari me një kafe, se i bosh bëhet edhe ati. E pin një kafe këthesh në shpe, qa do me bo? Ti që e i martum, ola hoqë fëndigoj fëmija, ola gruja, mërë grunë edhe fëmijin, edhe po në hoqë, e bito hoqë, lullu aty, e merë nektarin e vullosë xhennetit dhe i thush djalit, ledzo bab, i thush shikës, ledzo, i thush ministrës punëve të mbreshme, ledzo ministre, veç mos jep urdha se këta ministrat vinë edhe me të burgos, edhe që shtu e lexohet edhe mësohet, edhe që shtu ngritet familja. Wallahi po du me përmen s'kom qare, po këthejnë ata në menerë të tema, se kom pas jetë po qem erdh. Ka zëshin për një profesor në Oxford, për profesorave ma të kërkum për studentave, para do ditëve e kom lexu. Thot kanë lyp studentat me bo një seminar me profesorin. Profesori ja u ka bo, ama ka tash me jep një mësim të madh. Jo në mbledh studentat, si me thonë tash, si me na thonë neve për shembull, po thonë kushtime shtash, me na thonë ka me arë Sheikh Fauzani me mbaj ders, besoj që ka do njerëz që s'vin me ndiku Sheikh Fauzanin, sa tagut. Po besoj që këta normal që jona, ato ka vin këtë me ndiku. Si na votan. Ku me marrë me shku një dietar me ndëgju. Edhe ai kaliber i vetin në shkencën e ti, pe presin e në mbledh në të farë salën, që thojmë na një mbi një, kur po del, po vjen koha ligjerimit, po del djali ti, vjen me ndigu Hysenin, del Hasani. Ama i tha ka dole, tha, se ja nisi me i po që, dhe me si në ardhë për ta, në ardhë për ty, tha ka dole, tha, ndëgjeni një herë, kur ndëgjeni djalin, tha, tani tha, unë e bëjnë një ndërhyrje dhe një spjegim. Tha, kur ja nisi me ligjeru djali ti, u mahnitën të pranishmit. Në fund tha, tash e mërë një përgjigjen, pse unë e kom qitë djalin me ligjeru në vendtemi, po para kësaj, besoj që ju ka mahnit të dhja e ti, informatat që ai i posedan, po thot, që arriti këj ma ardhë,
Do s'kan mujt me vënë vek edhe po qysh po duket edhe ma i zoti se ti. E tha tash te u kallzoj sekretin. Tha djalë, tha, a ky doktor, parando, doktor, isha se shkence. Tha djalë, kur herën e fundit thot ke blet telefon, ta ke mbo telefonin, tha atë ditë kur kom doktoru. La ilaha illallah. Dej doktoratur, telefon s'ka pas tipi, i prapabetur. Që diga tash, tha, e dyta, që ajo që i ke porosia që i thash mu mbledh, me lexu me familje, me eduku fëmit, tha, kohën e lidh që ka bëjmë në shtëpi, tha, e kem kohën e caktume, një natë diskutojmë një shkencë, natën tjetër në shkencën tjetër, kështu me radhë, tha i përmendi. Tha, që kjo është suksesi. Edhe na, te po të ndjalli të mu bobës si valibira, po të me dasht Allah, me dasht syni, po djalli kur së në digjon për synetin. Pse ti se merr djalin me veti në xhamia? Çka ka djali ju që s'vjen nders me ty këtu? Çetar, për mashallah te barakallah, numër i bollshëm. A vole besoj që ju keni fëmijë ata. Me i marr fëmijët me veti, mëso vëllai jam. Edhe kur e merr fëmijën me veti, ama merr fëmijën që të digon, jo fëmijën më ushu tani me na bot tavaf, tu se problem është autor. Se s'mo ju në vetë me ligjeru ashtu. Ama për ngjasoj, çu ka thon poeti arab, përgjasoni se përgjasimi me të mirët është shpëtim. Kush i ka marrë fëmijët me veti nders? Sahabët, kush prej tyre? Omeri radiallahu anhu, ka marrë Abdullah ibn Omeri kur ka vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ka bë pyetjen. Po Abdullah ibn Omeri i ka ardhur mbarë me përgjigj për prezencën e Abu Bekrit krejt. Merrni fëmijë të dashurit e mi. Kthehemi te tema. Kthehemi. Do të thonë forma e zbritjes si ka me zbrit. Thot Isa a.s. pas i shef Dëgjalli, thot bën fesadën tokë, Allahu e dërgon, thot Isa a.s. zbret tek minarja e bardh në lindje të Damaskut. Kur zbret, tham, ai zbret me dy rroba të lyera me shafran, me të kuqe, duart i ka vendosur mbi krahët e dy engjëjve me lejkve. Kur ul kokën e ti uji pikon dhe kur e ngre kokën do të thot, kur e ngrit kokën, urkulloset do të thot uji prej ti si kurse kokërza të perlafsh. Ibn Kathiri ka lexuar thap kjo mendimi më i parafort që to e ndalem, se do shta me ndërlidh se do shta gaboha pak që shka po e poshtë nevojshme. Pastaj vjen hadithi i Nawas ibn Sam'an, hadithi gjatë. Hadithi Nawasit është për haditheve gjatë. Po, neve po në intereson çka ka të bëjë me temë, thot. Pasi që u përmend thot Dëgjalli, pas Dëgjalli thot u përmend Isa a.s. Thot idha ba'atha Allahu al-Masiha ibn Maryam, kur Allahu e dërgon thot Isain të birin të Maryemes, fayanzilu inda al-manaratu al-bayda, zbret tek minarja e bardh në lindje të Damaskut, i veshur me dy rroba të lyera me shafran të kuq, duke i pasur durt e vendosura thot në krahërorët e dy melekëve. Kur ul kokën, uji pikon dhe kur e ngre rukulliset prej tij si kokërza, perlash, tash që ndëgjat. Çdo ju musliman, tash hadithi se pse ata po i përmendim me ndërlidh, se hadithet janë shkëputura. Thot çdo ju musliman që i arrin fryma e tij, a i vdes, thot. Dhe fryma e ti arrin, thot, deri ku shikimi ti, do më ndej ku me shikimaj, deri atja arrin fryma e ti, thot. Aja kërkon, thot, Dëgjallin dhe e arrin në porten e Luddit, babul Ludd që tham, dhe pastaj e vret ato. Kjo do më thonë forma e zbritjes Isa a.s. Ndërsa saj përket që tash na përmend dikush më thonë, edhe ka drejt më thonë hoxh, na po dojmë pi Kur'anit edhe Sunnetit. Se kjo ka të bëj, çka është rregulli e ehli Sunnetit, po du me e pyet që me jep libra. Çka rregulli të ehli Sunneti për botën e fshehtë, për gajbin? Ha? Me ço dorën pas Zotin se lukthi po më dhem kur po më fol çështu si. Ha? E kam jem përzi, unë po du rregull, kur thonë rregull, kam qefe ma jep, 1, 2. 2 rregulla jonë, që ja ndimova. Ha?
e afrove, që tash në pendrej pak se do më thonë regullit e Ahlusunneti është kur të flitet për botën e fshet, për gajbin, për gajb veç Kur'ani dhe Sunneti që ka thënë, s'ka ty me dhe më mendja, valla ty e ki pa të musliman, valla u dojnë dili kështu, qka u bo? Ka me dali më Mehdia, jo i dashur jem, jo kështu, jo i dashur jem, jo. Ka thonë Allahu, qa ka pohu Allahu, e pohojmë, qa ka muhu Allahu, mohojmë, qa ka pohu pejgamberi s.a.s. pohojmë, qa ka muhu Muhammed s.a.s. u kry kjo punë. La me gjallë lil akël, s'ka pjesë mendja këtu, po ma mërë mendja auto, se jo ndon njerëz auton i te i kalojnë argumentet, Kur'anin dhe Sunnetin me mendjen e dojë, ata në qa? I bojnë të atil. Shumë edhe, cilësit Allah subhanahu wa ta'ala, pse se mendja atyre thot, ja mendja mu s'pa pranon, që mendja jo të s'po ta pranon, që kemi bo mendja të njerëzve dalojnë auto. Se mendja e shëndosh, edhe kjo në për regullave tjera, mendja e shëndosh, kur nuk bjen kundërshtim me argumentet e shariatit. Nëse një mendje bjen kundërshtim me argumentet, me Kur'an edhe Sunnet, ne akuzojmë kënë, mendjen e jo, do thot, kënë, Kur'anin edhe Sunnetin. Argumentet prej Kur'anit, so kanë kalu sali? Argumentet prej Kur'anit, ajeti i parë, do më thonë realisht jonë, prej ajetit 57, deri në ajetin 61, është argumenti që Isa, a.s. do të zbret, para ndodhise, kiametit, ajetit jonë gjatë, unë për lexoj veç pjesën që na intereson argumentu se që është, thot, wa innehu le ilmun lissa'a, wa innehu le ilmun lissa'ati. Thot, në të vërtet, ai është shenja e orës së kiametit. Ai Isa a.s. do thot, është për shenjave të ndodhisë së kiametit. Do thot, komentus kër e kanë komentu, që thot autori i librit, fa hadhi l-aja jaat fil kalami ala Isa a.s. Kjo ajet ka orë për kënë për Isa a.s. Thot, ka orë, thot, të këfjala dhe ai është shenj e orës së kiametit, se ai do të zbret, do thot, ej nuzulu Isa, zbritja e Isës a.s. Kable jo me l'kijame, para ndodhisë së kiametit. Edhe kjo zbritja e Isës është alamet, pe alameteve, pe shenjave të kiametit, që kiameti është afru. Edhe tash kemë me kuptu se me vdekjen e Isës a.s. vdesin edhe kush? Kush e din? Me vdekjen? Desin gjithë besimtarët, gjithë musliman, s'ka mo, vdek Isa, mbas Isës, Allah e qënë një erë të but të këshme, e merë dhe kemë me kuptu në hadith, ma poshtë vjen hadithi, ja o merë shpirtin, gjdo besimtari qoftë besimi i ti në zemrë ti qoftë edhe sa një kokër thërmije. Atërë thot, kjo është argumenti i parë. Argumenti i dytë është hadithi, falem një ajeti, ku Allah të bareke wa ta'ala tashe përshkruet në surën Nisa, prej ajetit 157 deri 159, përshkruet edhe është replik për balë të krishterëve edhe jahudive. është replik për jahudit, se jahudit jonë ata nëzitsat për me vra Isen a.s. Po të njëjtën edhe këta krishterët bas i kanë besu asaj, çështja e realiteti është se Isa a.s. nuk është vra. Allah te baraka wa taala thot, wa qawlihim inna qatalna al-Masiha Isa ibn Maryam Rasul Allah. Allahu akbar. Fa dhe thonja e tyre se ne e kemi vra Mesihun, Isën e birit Marjemes, që është Rasulullah i dërguar i Allahut. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, as se kanë vra, as se kanë kryqëzu, walakin shubbiha lahum, po aty në kanë gjasu ajo. Çu kanë gjasu? Një prej aty në havarijinve i cili ka shpionu, tash s'po du mundoj, që mundon detaje që sali po 33 minuta, na s'po dojnë dejnë 50, se mbi 50, inshallah që të 50 e ndikon dikosh. 33 minuta
Me bo mu së gjotë shumë. Ai havarijini që ka shpionat, Allah subhanahu wa ta'ala ka ndëshku me dy gjëra. E para, e ka bot që fizikusi ti mu do këse fizikusi kuj, Isa a.s. edhe ja ka marrë gojen. S'ka mujt me fol. Ose ata kur e kanë pa njerëz, ju kanë do që Isa, ama Isa jo. Se Allah që shatat Allah. Se ne, të është dikush thot, se dikush për kështërë mund të thot, e ju ku pejt besë, jo, ne këna librin e qartë. Qartëson çdo gjë, skalon as pik e prese pas sharu. Është i qartë. Se Allah që shka thot, vazhdon tek ajeti tjetër thot, wa inna min ahli al-kitabi illa la yu'minun bihi. La yu'minan bihi. Ka me pasët për ahli al-kitabit, për i tharëve të librit, se ata kanë me besu, ta shkjo qërë, për kalzan, që shtash të menarët të lbejda. Kër e shojnë që e thënë kryqin edhe mbyt derin, krejt e marrin vesh të kjo Rasulullah, nuk është Zoti. Po është pejgamberi Allahu subhanahu wa ta'ala. Qable mauti, para sa i të vdes, thot. Wa yawma al-qiyamati yakunu alayhim shahida. Ditën e Kiametit ai do të jetë dëshmitar edhe kundër dëshmitar para ata që i kanë thonë ti e i biri Zotit, kom edhe Isa a.s. Edhe e dy edhin e bisedën me surën Maide, furt në i surës Maide, kur Allahu i thot nesër ditën e Kiametit, o Isa i biri e Mariemes, e ente kulte lin nasi, a i thati njerëzve, merrem një mua dhe nanën time për Zot? Kjo bisede e kajshme e mirë, inshallah dënë Allahu këto ajete i marim dhe njëherë në dersë dhe, se tani pona i koha, dhe më thonë. Do të thonë, argument për të për zbritjen e Isës është se Allahu subhanahu wa ta'ala do ta zbret para Kiametit Isën a.s. Do ta besojnë një grup pej i tharëve të librit. Se Allahu subhanahu wa ta'ala shqon ajetin 55 në Ali Imran. Ajetin 55, që shatet Allahu? Idh qala Allahu ja Isa ibn Maryam. Idh qala Allahu ja Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilay. Kur thot Allahu thot, o Isa, ndej thot, do të marim thot ty, edhe do të ngritim pranë nesh. Te kjo pjesa, se ka disa që kanë qef me që mutawaffike, thënë, që ajetin maut o përmend këto në ajet. Ulemat, mufessirin kanë thonë, janë argumentu se ka ajetet tjera, njeriu kur është në gjumë, Allahu e përdor foljen, çka? Vdekjen kuptimin sipërfaqësor. Çka kemi thonë në një ders tjetër që kemi thonë, marrja argumenteve në formën në sipërfaqësore do të thotë bën fesad. Do të i kuptoj mirë. Jo është kur përmendet fjala maut, është për qëllim vdekja, vdekja do të thotë e trupit fizikut, jo gjumi është çka? Vdekja është. Disa për ulemave japin kuptime se Allah subhanahu wa ta'ala e ka ngritë Musa. Na nuk him besojmë se Allah thot o ma qataluhu, o ma salabuhu, nuk e kam vëra, nuk e kam kërqëzu. Bel rafahu Allahu ilej, Allah thot e ka ngritë. Na besojmë se Allah e ka ngritë. Qysh tek nuk him, sa ka fol Kurani edhe hadithet e pejgamberit na folim. Aty ku ndaj Kurani edhe ndalem se mendja jonë s'mundet me përcaktu, pse? S'mundet me kapna. Se ka njerë dojnë të kërës të po që për shetë tash këj përdojnë me bota atil mendjen, a për shetë s'dojnë milion muslimat jo mendja po, hajte, po do mendja pro, hajte kalzona për shpirtin pro, hajte me mendjen tona, kalzona që ka shpirti, me mjekësi e me krejt, mundohë me në kalzu, hajte kalzona që ka shpirti, a për shetë që mendja s'po mi ka me i kapë krejt, për atë arsy, kjo është do të thot argumenti, thot fe inne hëtë dullu alla anna min ahli l-kitab, për jajeti, thot, edhe në kuptojmë, se për i tharëve të librit kanë me besu, thot, Isen në akhiru zaman. Dhe thonë, kanë mu bo musliman, kur të zbret aj, para vdekje se ti. Argumentet prej sunnetit pasët pejgamberi s.a.s. jonë hadithet mutawatira. Po në përdu tash për hirë të mos më mbajt shumë, me përshpejtu, me hetë shpejt. Hadithi i parë është hadithi e Abu Hurajrës, thot pejgamberi s.a.s. Walladhi nafsi biyadi. Thot pejgamberi s.a.s. Pasha atë që ndorën e ti, ndorën e të cilit është shpirti im, po betot pejgamberi s.a.s. Në Allah subhanahu wa ta'ala. Thot se afërmi, thot pejgamberi subhanahu, paranimi e 445 vite, pejgamberi s.a.s. se afërmi ka thonë, shumë afër, la ilaha illallah. Do të thotë që, kur ka thonë pejgamberi s.a.s. në atë kohë, se afërmi ka me zbriti Isa, që me thonë në këtë kohë?
Wallahi veç mund të më ndodh kjo një sabah, pse për fat keq do ju të flet se marrin vesh. Se marrin vesh apo tan. Çi ka zbrit Isa alayhis salam, veç kur çosh sabah, ko ka dali Isa alayhis salam. O dali Isa alayhis salam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se afërmi ka për të zbritur ndër ju i biri Meriemës, që është Isa alayhis salam, gjykatës i drejt. Dëgjon. Gjykatës i drejt. Thyen kryqin, vret derin dhe ndalon luftën. Çka ndalon luftën? Çka ka për qëllim këtu? E ka për qëllim në rivaje, thot yada'ul jizya, e hek jizjen, s'ka taksa mo shtetit islam, s'ka. Ose ki mu bo musliman, ose luft. S'ka mo. Bjen mo, se të musliman të regulli është ka, kur shkojnë me luftu me të tjerët, nuk shkojnë musliman me njerë mi vraha mu lu. Ja, e para thot, bënu musliman, bosh musliman, e ki drejtën si na qena qeni që vjetë musliman, si ti që ta shkine, njëjtjena. Jo s'pë donë musliman, ne, e pagun taksën shtetit islam. Zdojnë taksën, atëre, mes neve dhe juve është lufta. Atëre thot, e ndalën, thot, luftën, thot, pasuria shtohet që. Pasuria, thot, shtohet, nuk e pranon mua, s'ka kush me pranon, se s'ka fukara. Bon këtë pasanika. Dikush që ka më rakpar, thot, inshallah në këtë kohë. Një sejdë vetëm, thot, ka për të qenë ma e mirë, një sejdë, ma e mirë se që ka këtë në dynja. Allah akbar. Veç një sejdë, thot, është ma e mirë se krejtë që ka në dynja. Hadithi i dytë, që shka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kejfe entum idha unzile ibn Maryam fikum wa imamukum minkum. Thot si do të ndiheni ju kur do të zbret i biri Meriemës në mesin tuaj dhe imami juaj është për juve. Kush është imami? Sali? Imam Mehdi, Allah në gjenet qoftet martoft. Thot pasaj transmeton, në gjë ke hadith e i këshëm. Allah i qërë Habiba, nësa pak kena me zënë mi 50 minuta, po besoj që unë për veti po kënosh, nësë ju e ne të kënosh. Nëse se ne të kënosh, qëni durët edhe unë e veçja bëj, lillahi l-fati, hajtë qojmë ja këndojmë një fat, edhe gryet dërzi. Se loje, kur po lu në ra, s'di a ka me lu sot e ralli. A ka me lu ralli sali sote? Ha? A të lujta, që ko ka të lujta, ilhamdulillah, pas këtë lu në ralli, mashallah te barakallah. Se 90 minuta rallin, zbojmë të këshyrim, pëse hoqja 55 minuta, hoqja 55 minuta, po hadithe o i ta është rjembe. Po në gjënë hadithet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot është transmetu tek Musnedi Imam Ahmedit rahmetullah alej, hadithi e Abu Hurajrës, që shka thot, që shfar hadithi imam. Kale, el-enbijau ikhvetul li allat. Allah. Thot profetet, pejgambert, tha jonë vlezër. Pejgambert jonë kajtë vlezër. Që besimi muslimanve. Besimi musliman, na krejt pejgambert i besojmë. Ati që me bo një pejgamber mës me besu, o mjekrën den këthiz, pantolla den ngu me ishu, të në ditën e gotë të avafën qabe me bo t'je qaferën. Na besojmë krejt pejgambert i besojmë. Krejt pejgambert, edhe besojmë se krejt pejgambert jonë vlëzër. Vlëzër për kuj? Vlëzër për i fes. Thot, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ummahatuhum shatta. Nanat i ka dyrëshme, nuk kanë për një nane. Dinuhum wahid, feja të nanja. Allah akbar. Një fejon. E dhe veda, e ki po këta, kur dojnë me nëngu zdo. Aja jo muslimat me shkarë që. Jo mërë për musliman jënë konkret. Peja Ademit a.s. Dete Muhammed s.a.s. musliman jënë konë. Po ti e një randë, ti smer erë këtë pull. Dhe zdo me marë, merë, hajde të të në, hajde, na janë isi me tjep erë të mirë, bidhin Allah ta'ala. Erë të mirë, që e të pi ernave të mira, min mishkatin në buë. Parfimi maj mirë, se o parfimi maj mirë? Fjallë që dalim prej gojes Muhammed Mustafas. Nëse ke pas fatin me ndëgju Rasulillah a.s. Atë zotë bukura, atë njerë dëkum. Atë që sahabe të dashurit e mi, kërë nullë para ti, ka një pisa thot, nuk jo ngjibe të këshyrë, si jo ngjibe, thot, me pa arë, Amr ibn Asi, thot, me në pa thonë dikush, përshkruje Muhammed s.a.s. s'kisha dit me përkru që alë se halos jo ngjibe po. Sahabet jo ngji të këshyrë, të janë diku fjallët e ti. Apo ngjihen zemrat tona kur pindim fjallët e pejgamberit s.a.s. Apo i majdhrojnë fjallët e ti, apo në më knoq, ka pas pej selefit kër i kanë di fjallën, kale Rasulullah si, e ju për Sekhtijani ja ka nis me kajt, autan. Qash ka pas ashk në zemrën e ju për Sekhtijanit për Rasulin, e plot që ta me bo me anis me i përmen, o ashikat e Rasulit,
Allah na bo pe ashikave të Rasulit. Jo sufi, më sugzoni se unë s'jam sufi. Se sufit i kanë mbarak të termet ashika. Ja s'jem na sufi. Inshallah na bo Zoti po pi sufive të vërtet. Po si po. Ama jo kësi hu tuk. Ja kësi jo. Ja. Po si Ibn Taymija, hej Zoti na bo ftasim. Se imami sufive kol. Ama sufita. Se di da po të sufia udal. Ramazani ai të ja fut shlivovit të pi. Tha kjo dervish, po dreç, çfarë dervish? Dreç. Rakipin Allah. Ja tha, për ty raki, për ato shërbet, prova qenjora. Misteqet të i drell. Sunnetin e Hitlerit, mjegrën e rrume, sunnetet i mustashit e lshume, sunneti i kuj. Hitleri ka pas këtë sunnet. Kështë sunneti Rasul s.a.s. Se sunneti është, edhe gjemë të rija, do se ki pa, ai flakt gjys kush, gjys portokall, shumë mjegrën apëton. Hyç, që diksati tash po tutën mundi dhe krenari, mos fal mjekra, shumë mjekrën. Se mjekrën e kanë mbojt mjekrën krejt pejgamberët, krejt njerëz të mirë. Pejgamberi sa ka thonë, shkurtoni mustaçit, lëshoni mjekrat. Ndiju krenar me dinin e Allah subhanahu wa taala. Kur thotë dikush pse ke shumë mjekrën, se ka pas mjekër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ti ndihesh kënaq se i ngjason pejgamberit alayhis salam, i ngjason Abu Bekrit, i ngjason Omerit, i ngjason Uthmanit. Me kolonia. Se s'fam kështu, se mos foli tani me dhon ata. Qëra hadithi im Allahu na bof nasib gjatë ya Rabbi, do po bëj thuni amin. Allahu na boft me jetu me Kur'an e me fjalë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam derisa ta dorëzojmë shpirtin ya Rabbel alamin. Thot profetet tha pejgamber ta jon vllazën, nanat e tyre janë të ndryshme, por feja e tyre është një. Unë jam njeriu, thot, më i afërt për Isajin alayhis salam. Sepse midis meje dhe midis ti nuk ka pasur, tha profet, ai ka për të zbritur, prandaj tha, kur ta shihni ato, ju keni me njoft ato. Keni me njoft nëse keni ndiku fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nëse ke lexu hadithe, s'ke lexu hadithe, çu don me njoft ato. Te po vëda, që ti mi tha, hoq, e këshqitësa, me po meri, që apo do ke bukur, aj glumëci, aj artisti të e lujtove, që faro meri, baraj. Aj, mbas filmit Omerit, bon vakia, fut viskipin. Ama, dashurët e mi, unë ka nërë po bërtas, që kërkaj falje, po prej, ndoshta po burok kjo prej, Allah i që e dojmë këtë din, e dojmë hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe unë po vjen zarbe vallahi billahi autan. Se kur pisha musliman tu krenu me raqe, ha ka vleni kërë 30.000 euro. E pa vera pron, pak me po buqu hera e ma dhe shkoj 30 tishi. Krenau me din se dini me gjeth. Dini ka me të hinë var me ty vallahi billahi. Hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në var kanë me të shëshëru. A keri vallahi si ta merë shpirtin, ndështë e kini fmi hajlaz, e ki blem me halal, ka me shku në haram e ka me shku, e ka me kimu denu në varë për ta. Qatë vyna e vëllon, a ke ka ble 50.000, i bjen qërëmindje, e ki pa jashtë kur pi qesit kjerët e vrama, pi 50.000 e bjen 30.000, bjen, sa rache, ama nëse ti e mbush zemrën iman, dashurin dhe Allahut, dashurin dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, vallahi kur kanë me të shumë var. Pasha Allahun, halapin jo, unë e çova gat gabova, jo në var. Vallahi kur vin me lajket me ta marr shpirtin ki me ja marr vesh, që ti dini fes ki me ja marr vesh kimetin. Nëse ki boh hizmetin, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alehimul malaika. Fa ata që thanë Zoti jon është, kush? Allahu. A ka për muslimat që sot që Allah nuk o sot jema plot ka, ama istikamja, ama qëndrushmëria, hecja në siratul mustaqim, që kjo po sfit për musliman, thumë me stakamu, i qëndrojnë asaj thirje se Zot jo nështë Allahu, thot Allahu o Zot jem, e që kjo Zot i ka thonë, që ti dush me dol me fol sabahin me gjemot, kjo e fol me regal. Imam regallin e ka përpara, ja s'kam kështu. Pse pe përmendi sabahin, kajt vedhe edhe hoqis ka i bjen klush ka i herë. Ama mos me ra klush shumë me mos me ra. Se kur të ndreshim sabahun, kam ju këthi kënaria kuj, ymmetit. Po mbush gjamiat në sabat, që shmbushen në Bajram, s'ka fitore në ymmet. A jahudia vet ka thonë, jahudia vet, a i komandant jahudive ka thonë.
Kur kanë me namujt, ka thonë musliman, kur t'ju mbushën xhamiat e tyre, sikur që ju mbushën kur në Bajram. Han sabah kur del tashani ku kuson të ftoft. Allah e din nesër çka na pret. Po në po bëj thirrje publike, u thonë që delni sabah u Mustavan. Delni. Se po hiu në lugave Zoti po rahmet. Tani minutat po ecën. Hadithet do të thotë që i përmendëm dashurit e mi, hadithet janë mutawatira, hadithet janë të shkallës mutawatir. Imam Khatibul Baghdadi që kanë po du shpejt me përmbledh, e ka jep definicionin gat, unë e shkurt po ta shkurtoj ajken, që kur të vetë dikush, çka është hadithi mutawatir? Thot hadithi mutawatir është që kanë transmetuar shumë njerëz, thot Khatibul Baghdadi, thot e kanë transmetuar shumë njerëz, sa që këta njerëz nuk është e pamundur mu mbledh ta bashk me gënjy diçka domosdoshmë. S'ka shanse, janë shumë. Se për me rrejt diçka, duhet pak, a kur të bëhë shumë, problem me i mbledh. Që kjo është hadithi mutawatir, do më thonë që transmetojnë shumë njerëz. E hadithet e zbritjes i sas, janë të më thonë shumë, ta që kur të dini Imran Hasejna, që si do, që sharlatanat të Facebookit, a i dhush X, zban me ndiku se Isa, hakikat ka me zbrit, a pëtanë. Pësa u? Mashallah. Thot, përhapja e sigurisë në tokë. Në fundje, në ka fundje, në sabër, vesel pak dhe shkum. Hapja, kur zbret Isa, thot, në për tokë shpërdohet siguria, ka siguri. Ka bereqet, la ila ila Allah, që shë u përmen. Thot, la ila ila Allah, shtohet pasuria, s'ka kuj mi jep pasuri, fukara s'ka. Mari, thot, fmit, lujnë me qka? Me gjarpni, thot, e merë fmija lujnë me gjarpën, apo me fmija me gjarpën. Atërë, thot, luant rinë me deve, o në hadith, qështu hadithi, thot, luant rinë me deve, tigrat rinë me lop, ujku rinë me delet, fmija, thot, lunë me qka? Me gjarpëri, as kush si bon dom tjetrit. Kjo vazhdon, thot, 7 vite. Kur ka me vdek Isa a.s. që erdhem? Isa a.s. dashurit e mi, vdek, apo qëndron mas partin tokë, 7 vite, një transmetimin 40. I kom 5 libra, veç 5 i kom krejt. Është pi librave ma të bukur, unë e kom lexu në gjuhën arabe, që Shekul Albani, rahmetullah alej, e ka bo tahkik këtë liber, e ka recenzu, e ka këshyrë hadithet, është libri Imamut Tirmidhiut, virtytet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Atë libër me bo me e marr me lexu, duke që e pa pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Amba veç 5 libra, 4 i kom, jo, 3. Se pas kom jap një dikuj, 2 ja kom jap. Edhe 3 libra. Ama këto libra s'ka. Këto 3 libra kanë mi marr çdo herë në fund dersit kam qenë një pyetje me spes djeks pak. Transmetimi tha o 7 vite, digo mirë me vëmendje Sali. Se kom qefti me fitu librin. Se Sali, ati pse, jo që e kom të vllaut, jo vallaj billoj se kë me babën e vetën me krejt, Allahu ja u paguf në dynjën e ahiret se na bojnë hizmet shumë xhami. Ama Salin e kom të veçan se Sali mrina, për shembull këto kamera, edhe kanë erën i kom do farrebe, ka pak bërtase kur hiç ab zoni zindida, E kom qef Salin, edhe kom qef me martu, edhe kom ja gjet me emrin e Zotit, një nusë të mirë që kur kam me pa kam u shkri krejt me idhin Allah Taala. Dëgjoj Sali. E para, tha rivajeti par, ka me qëndru 7 vite. Rivajeti 2, la ilaha illallah, 40 vite. Kush din me mi bashku, a ka kontraditën t'jashme në këtë dy hadithe? Po. A po? Qysh me i bashku që to, pak kush ka ndëgju me mend, edhe ka lexu pak për Isen a.s. Qërë se gati shumë jam ku ma fru, i ndërlidh këtë dy hadithe. 7 vjet, po thot i pare hadith. Hadithi dytë po thot 40, qysh 47. Bas portin mos po din Salihi. Para Salihit si e përparsi kërkuj. Ma basani. Te osi jo, se shumë kje përgjigje sonte e nisi tani mërzitet se i kje përgjigje shumë e kilon pa të kritiku sonte auto. Kështu që e nisi nëse dirë me la e bo lider, kësha pas që e piko maldotit me ldi. Hajde Lind. Me ta zgat dorën, s'moj se më pakon sufi, ta kësha zgat dorën dhe atje, ta kësha cak, një, Allah i gjenet qofë. Isa a.s. kur është ngërit,
Sa vjet I ka pas? 33 vjet. 7 vjet, 40 do të thotë I vjen vdekja, kur I vjen vdekja Isa alayhis salam, dashurit e mi, Allah subhanahu wa taala e merr shpirtin këtij pejgamberit të Zotit. E me vdekjen e pejgamberëve, vdek hajri të dashurit e mi. Vdek hajri. Ja fali thot gjenazën e Isa alayhis salam, mbasi si t'ja fali thot gjenazën e Isa alayhis salam, Allahu thot e çon në erë. Çata në muslimanë, çata që ja fal, jo të ja fal, e tjerë që do shta dika, Allah alem ku jon atje. Tha e qënë Allahu një erë të ftoft, po jo e ftoft që të mbërdhin, po e ki po si verës, po du me parafru, e ki po verës në zetë, kur fryn era në zetë, që tha është farë fladi I mirë. Thot, asi fladi, për parafroj, orë në hadith, thot, edhe Allahu ja merë shpirtat besimtarve. Kur t'ja merë shpirtat besimtarve, atëherë qka? Nuk mbet askush në tokë prej, muslimanëve mbesin veç shirarul khalq, njerëz të këqij, pikërisave. Për ma shumë, ma tek e lojmë me një ndërlidhje të vogël mes kësaj çka e tham, te Ya'juji edhe me Ya'juji, dalja e Ya'jujit edhe me Ya'jujit. Kush është Ya'juji edhe me Ya'juji, inshallah taala nëse na gjallësh ndash sot në javë, e marrim bi idhnillahi taala, aty ku kem qelluar përmirësive të Zotit. Ku kem gabuar për me dhe shejtanit, Allahu na boft qesa që I hapim dyert e hajrit, I mbyllim dyert e sherrit. Allahu na bashkoft në xhennet, në Firdausil Ala, me Rasulun sallallahu alaihi wasallam, çush na ka bë bashkë në kët shtëpi prej shtëpive të tij, e çush na ka bë bashkë edhe me këta burra e gra, e çka jon, e çika ku ta diunë që po na përcjellin si në Facebook, si në TikTok. Takohemi inshallah taala sot në javë në netin orar, nëse ka dikush diçka me pyetur, nani nëse jo, jemi të lirë. Allahu ta'ala alam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.